Disa nga këto 5 antarë të Këshillit Gjyqësor lidhen me një sër skandalesh në Këshillin Gjyqësor. Thash në fillim se nuk do t'i përmendi, por e veçoj vetëm një. Këtu po e përmendi pra rastin Target apo Fortesa, për cilin gjyqtari i apelit Enver Bexheti u fut në listën e zezë të Shtetit Bashkuar të Amerikës për mbajtjen e lëndës në sirtar, me të cilën kanë vjetruar lëndën e Sasho Mjalkovit. Pra e përsëris, këto kanë pas impakt direkt në shpëtimin e Sasho Mjalkovit, e këto të frontit dalin dhe i mbrojnë pikërisht këto antarë të Këshillit Gjyqësor, të cilët normalisht i ka shërbyer qëllimeve të frontit për të liruar Sasho Mjalkovin, për të liruar Gruevskin dhe gjithë tentativat të tjera për cilët disa për tyre janë në listën e zezë amerikane, në mungesë të gjykatave normal në shtet për t'i ndëshkuar dhe për të përgjyrë para atyre të gjykatave, vendime marrin shtetet e huaja, respektivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës.